Ju përshëndes miq, këtu nga fshati Stropan. Vim këto për të sjellur urime të bukura për Princ Jusufin. Këtu na ka dërguar babi Oli, i cili ndodhet lart. Shkojmë t'i çojmë urimet e bukura. Ju urojmë princit tuaj Oli edhe 100 vite gëzoftë. Shkojmë. Përshëndetje. Ishte të gjithë. Edhe 100 vjarë. Faleminderit. Sa bukur është. Edhe 100 vite Jusuf. Se i kam duar të zona. Ti i brenda? Përshëndetje. Çfarë si keni kaluar? Kjo është bukuroshja Sara. Zemër të tatoj pak. Edhe 100 vllaj. Jetë dhe shëndet. Ato u le pak pita këtu? Sa djali mirë. Jusufi, sot i bën 7 vjeç. Sa bukur. Edhe 100 vite i gëzofsh. Je në klasën e parë? Se unë nuk është se pyeta në cilën klasë, po e mendoj që mund t'ish në klasën e parë. Ke filluar të shkruash dhe të lexosh? Megjithatë, kjo është një letër shumë e gjatë për këtë ditëlindje. Ti do të kesh kohë ta lexosh ditët e tjera, ose sa herë të marr malli për personin që më ka dërguar, ndërsa unë do ta lexoj këtë letër me shumë dashuri. Gëzuar ditëlindjen, Jusuf, biri im i dashur. Sot je 7 vjeç dhe për mua sot nuk po rritesh vetëm ti, po rritet edhe zemra ime nga krenaria. Dua të them diçka që ta mbash gjithmonë me vete. Ti je arsyeja pse babi nuk u dorëzua kurrë. Kur jeta u bë e vështirë, kur zemra u lodh, kur rruga u errësua, mendoja për ty dhe vazhdoja përpara. Babi ka luftuar shumë për familjen, ka bërë sakrifica që ndoshta nuk duken. Ka mbajtur dhimbje në eshtje, vetëm që ju, ti, Sara dhe Esma, të ndiheshit të sigurt, të dashur dhe të mbrojtur. Ndonjëherë, jeta ndryshon. Mami dhe babi nuk janë më bashkë, si më parë. Por kjo nuk do të thotë kurrë që dashuria për ju ka ndryshuar. Edhe kur jeta nuk është perfekte, edhe kur rruga është e vështirë, ne do të jemi gjithmonë pranë jush, për t'ju mbajtur dorën, për t'ju mbrojtur, për t'ju dashur. Mami është këtu për ju. Babi është këtu për ju dhe do t'jemi gjithmonë. Dua ta dish një gjë shumë të rëndësishme, sot dhe gjithmonë. Jusuf, ti je i fortë, sepse ke zemër të mirë. Sara, ti je dritë, sepse ke dashuri pa kushte. Esma, ti je buzëqeshje, sepse je shpresë. Familja jonë ka kaluar shumë, por ajo që ka mbetur është më e fortë se çdo dhimbje. Dashuria për ju, gjithmonë në zemër. Babi Oli. Zemër, janë vërtet fjalë të bukura. Dhe unë e pata pak të vështirë t'i lexoja, por dije që të vinë me shumë dashuri nga babi. Dhe babi, bashkë me mamin, do t'ju duan për gjithmonë, gjithë jetën. Dhe do kujdeset për ju. Ata japin të shaki? Edhe 100 vite. Jetë dhe shëndet. Kjo është Esma i vogël. Dhe Sara, o dritë, ti buzëqeshje. Numrit i ditëlindjes, numri 7, neve pa. Happy birthday, lexon në këtë balonë, gëzuar ditëlindjen, nga një balon e enkas për të tre, ne menduam t'i bëjmë të gjitha të njëjta. Sa mirë. Një kuti plot me çokoladata dhe me amita. Ja po i vendos këtu. Janë i gëzuar. Të keni gjithmonë gëzime. Një top. A do bësh futbollist? E ke dëshirë të luash? Të pëlqen futbolli. Cila skuadër? Ke ndonjë skuadër të veçantë ose ndonjë Barcelona?
Po cili nga ata sportiste? Lam. Të ndohë, sa më. Të bukuroshe në vogël Esma. Ta gëzosh zemër. Ti që ke dritë. Është një arru shenka për ty. Kemi dhe këtë sarën. Që babi e ka pik të do, pëse i duke që po rritet. Që kujdeset dhe për ditë të tjerat. Një shaf, një kapele, kapuç që vjetë në dimër, edhe doreza e kas për ty, për të ditëlindje të vlajt. Ti gëzash, se në? Unë po i vendosë për sëri. E të lektu. Gjithashtu dhe një torta. Si mbajmë me mami tortën. Mbajmë të faqë. Ja se e mban tejta, Hapi mos u dorë, ashtu. mama. E mban tejta. Qesh pak qopi babis lumtur. Jusuf, kjo torta është përgatitur me raje zemre. Se fëmijët janë gjithmonë në zemër. Mund t'jesh lartë fizikisht, por me zemër jesh gjithmonë bashkë. Këtë do ta mbash mend. Edhe 100 vjet, thot kjo. Torta e bërenka për ty, ka që e bukur dhe një kohësisht edhe e shishme. Numri 7 i ditëlindjes tënde. Edhe, do të nëzita tani, s'ka që në së trem. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Jusufin, shumurime për princin. Urime, edhe 100 vite gëzosh, jetë dhe shëndet. Sukses edhe në shkollë, dhe pashi gjithë të mirat e batës. Faleminderit e mama. Falenderoj edhe babi Ordit. A do t'i klasin të? A do t'i themi të dua shumë? Se ne e di që ti e do atë. S'ka gjë. Të mungon babi se ma? Ama i ju flet shpesh. Dhe ju ka gjithë jetën në zemër, e do t'ju ketë. Dhe do kujdeset, se unë fola personalisht. Unë do kujdesem gjithë jetën ta për fëmijët e mi, se janë dashuria që unë kam ta. Dhe mamin e keni të mrekullueshme. Urime zemër edhe 100 vite t'jarë, jetë dhe shëndet të ti. Jusufi, e ndjive babin pa kafër në këtë surprizë që ne realizuam për ty? Nuk është se të mungon në këtë qaste, le ta themi që ai erdhi me surprizë, me dhurata e nkas për ty, me urime shumë të bukura, të cilat do t'i ruash në ato thirtarin e kujtimeve, ta kujtosh babin gjithmonë, se dhe ai të do dhe të kujta. Kënaqësi që sjell urime të bukura, jetë dhe shëndet të gjithë familjarisht. Keni dhe 100 euro këtu, mami t'i shpenzoj për të ngrënë një drekë të mira për këtë ditëlindje. Mira?